Elvana Muka është vetëm 15 vjeç dhe prej vitesh është rritur me një pasion të fortë për sportin e karates dhe nuk ishte të ndodhte ndryshe pasi ajo ka ndjekur traditën e babait të saj. Sot është një ndër talentet shqiptare për femra në këtë sport, e cila fitoi dhe vendin e parë në kategorinë individuale në kampionatin e 20. Kur isha vogël edhe babi ma pa marrë me shumë sport edhe më stërviste gjithmonë kur isha vogël. Pastaj shikosha edhe shumë filma me karate dhe këto më jepshin një dëshirë, një shtys madhe për me vazhdu këtë sport. Para dite unë kam shkollën, mas dite unë kam kohë dhe të merrem me mësimet edhe të vazhdoj sportin. I tillë është edhe ky 14 vjeçar Bekim Basha, i cili përveç të tjerash e aplikon këtë lloj sporti për vetmbrojtje, por edhe për të pasur një fizik në formë. Mbështetja më e madhe e këtij talenti për kategorinë e të rinjve, jo vetëm morale, por edhe financiare, është familja dhe jo shteti. Aziro sportin e karates, duke e parë si fillim si një pasion, si një art për vetmbrojtje, por më pas e pas më shumë. E pas një sport, si një mënyrë për të krenuar veten time në Shqipërinë, familjen. Kam mbështetje më të madhe të trajnerëve, të sportistëve dhe familjes. Federata Shqiptare e Karates zhvilloi sot kampionatin kombëtar të 20 për të rinj dhe të rritur. Në këtë ceremoni, kreu i federatës Petrit Baba tha se interesi të rinjve është në rritje për këtë sport, por ata nuk e aplikojnë gjatë për shkak të mundësive financiare. Ky është një problem në federatën tonë, siç është edhe smundje për gjithë federatat e tjera, se sa arrin të kalojnë sportistat në fazën senior, që janë të rritur, aty fillojnë edhe e lejnë sepse fillojnë mbarojnë shkollën dhe fillojnë një punë dhe nuk përkushtohen më me sportin. Karateja është një sport relativisht i ri në Shqipëri. Federata Kombëtare e Karates ka një fond vjetor prej 500.000 lekësh, një shumë e papërfillshme për të mbështetur të rinjtë e talentuar në këtë fushë. Karateja njihet dhe ushtrohet gjërësisht si një prej sporteve të arteve marciale, dhe në shqip kjo fjalë do të thotë të mbrohesh nga kundërshtari me duar bosh, por ajo njihet edhe si një praktik për çlirimin e ngarkesave psikologjike.